Përshëndetje. Së pari dua të falenderoj të gjithë mësuesit nga Fieri, nga Vlora dhe nga Bulqiza që na janë bashkuar në javët e fundit. Së dyti dua t'ju them që ne së bashku po bëjmë një revolucion në mënyrën se si bëhet sindikata dhe si duhet bërë ajo. Reagoni, mos lejoni që në zyrat e drejtorëve të bëhet sindikata. Kjo është gjëja më e shëmtuar që ndodh në 2025. Drejtorët janë zbatues të ligjit, janë e prorët tanë, të respektojnë për punën që ata kanë marrë përsipër të bëjnë, por drejtorët nuk mund dhe nuk duhet të bëjnë sindikatën e mësuesve. Kujdes. Unë sot në faqen time të Facebookut kam bërë një shpërndarje të një dokumenti zyrtar të Inspektoriatit të Punës, i cili po ndjek hap pas hapi çdo pretendim toni, pasi sindikatat si motra që ndodhen në Republikën e Shqipërisë po bëjnë një gabim. Unë nuk e kuptoj, e bëjnë se nuk e din, apo janë mësuar të mashtrojnë dhe vazhdojnë të mashtrojnë mësuesit. Çdo mësues që nuk ndihet i përfaqësuar në një organizatë sindikale, ai ka të drejtën e tij të largohet menjëherë nga ajo. Dhe asnjë ZVA nuk ka të drejtë të preki pagën kur mësuesi ka nënshkruar një deklaratë tërheqje nga një organizatë sindikale. Qoftë edhe zbash, edhe nëse zbesoni nga zbash, edhe nga zbash në çdo moment ju mund të tërhiqeni. Vetëm kujdes. Kujdes sepse disa ZVA po përfshihen gabimisht duke favorizuar njërën organizat, apo një tjetër organizat, apo akoma më flagrante, kur kemi personazhe që shfaqen si krerë sindikatash, që aktualisht janë në pension, dhe në çdo statut të organizatave të sindikatave, pensionistët nuk mund të jenë në krye të organizatave sindikale të mësuesve që janë në sistem. Kam shumë respekt për të gjithë mësuesit në pension. E kam thënë dhe herë të tjera, edhe i matë është pensionist. Po asnjëherë një mësues që është në sistem nuk duhet të presi zgjidhje nga pensionist. Pse? Ata mund të bëjnë çdo gjë, po asnjëherë të udhëheqin të drejtat dhe lirit sindikale në vendin e punës për mësuesit që janë në sistem. Kujdes nga patronazhistët. Janë shumë të rrezikshëm. Kujdes se po intimidojnë edhe drejtues, jo vetëm mësues. Është e turpshme që në mes të Tiranës, në zyrat e drejtorëve, kam respekt për shumicën e tyre, por midis tyre ka edhe drejtorë, të cilët kanë bërë gafën, që unë herë tjetër do t'i them dhe me emra, fusin persona në zyrat e tyre dhe marrin mësues një nga një, duke i kërcënuar dhe duke i detyruar që të bëhen antarë të një organizate sindikale. E turpshme, e pafalshme.